أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për rikave të shpirtit tonë atë që Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e të drejtë nuk ka kush që humb ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush që e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmërim. Lani në radhë të parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që me fillimin e shpjegimit këtij libri apo kësaj teme të re, Allah subhanahu wa taala të bëjë fillim të mbarshëm, të bereqetshëm, të begatshëm dhe të na bëjë që të përfitojmë bashkërisht prej kësaj që kem me lexu dhe përkujtu njëri tjetrin, dhe lut Allahun që të na peshojnë kjo kohë e tëra që e kalojmë së bashku, të na peshoj nesër në ditën e Kiametit në peshorën e veprave të mira. Inshallah taala nga kjo javë inshallah taala do të fillojmë me shpjegimin e librit Smundja dhe Ilaçi, që është një prej librave më të bukur të Ibnul Qayyimit rahmetullah alayhi. Jo prej veç librave të tij, po më thonë prej librave do të thotë në tërësi gjithë librat që ekzistojnë. Ky është një prej librave që këtë ulemat e kanë shiqu këtë libër me një, apo e kanë trajtu me një trajtim të veçantë. Është për librave që kemë nevojë se cili prej neve kohë pas kohë me e lexu. Ky libër i trajton shumë problematika që ne kemë nevojë për to. Ky libër na shpjegon gjërat se smundja nuk është vetëm se smundje trupore. Smundja ndonjëherë është edhe smundje shpirtërore. Tregon pastaj për pasojat e mëkateve që unë besoj që në zemrunin tonë kena shumë kem nevojë. Unë që po flas se ju që po ndëgjoni me kuptu pasojat e mëkateve. Mëkatet i pengojnë njerëz, mëkatet të pengojnë në rrezik, ndikojnë në rrezikun tonë, ndikojnë familjen tonë, ndikojnë në trupin tonë, shëndetin tonë. E kështu inshallah taala kem me kuptu bashkarisht inshallah taala duke shpjeguar këtë libër të Ibnul Qayyimit rahmetullahi alayh. Ibnul Qayyim rahmetullahi alayh nis këtë libër me Bismillahirrahmanirrahim. Para kësaj kisha pas dëshirë veç edhe një shpjegim të vogël. Ne para vetes e kem një rregullim që e kanë bë këtij libri dhe i kanë shkurtu parafërsisht, kanë largu diçka pi temave në to. Pothuajse janë përmend ato ajka e librit është përmend dhe ne e kem si referencë kët inshallah taala. Ibnul Qayyim rahmetullahi alayh e nisi kurse këtë dietarët kur nisin me shkruaj libra nisin me bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dhe kjo është që duhet të jetë në çdo vepër duhet të niset me emër të Allahut. Çdo vepër që nisër me emër të Allahut ajo është vepër e bekuar, është vepër e bereqetshme, është vepër që ti edhe unë kur e nisim punën me bismillah tregojmë se ne jem duke u mbështet në Allahun, edhe rotbi Zotin pa u mbështet në Allahun te bareke ve taala nuk mundet asgjë me bë. Parat edhe Ibnul Qayyim e ka nis me bismillah, ka thonë Bismillahirrahmanirrahim. Meni herën bas bismillahit e ka qitë një lutje që është prej lutjeve apo prej thesarëve të xhennetit, që është fjala për thuje muslut la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah është thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thujeni fjalën la hawla wala quwwata illa billah, sa është prej thesarëve të xhennetit, që kuptimin gjuhën shqipe i bën nuk ka fuqi dhe as forcë për ta larguar të keqen apo për ta bot mirën vetë se mendimin e Allahut më të lartit dhe më të madhërishmit. Fjala la hawla wala quwwata illa billah është për fjalëve të mëdha të dashurit e mi.
Fjala la hawla wala quwwata illa billah po I përmendi shpejt disa prej veçorive të fjalës la hawla wala quwwata illa billah që na mu lidh me këtë fjalë dhe me e thon shpesh këtë lutje të madhe, këtë dhikr të madh. E para tham është prej thesarëve të xhennetit. Është prej thesarëve të xhennetit. E dyta është shprehje e nënshtrimit dhe e varësisë së plotë ndaj Allahut. Kur ti thush la hawla wala quwwata illa billah, ti e ke shpreh në nështrimin ndaj Allahut edhe e ke shpreh se ti I varur prej Allahut te bareke ve taala. Që njeriu nuk ka fuqi, s'mundet me po asnjë punë, asnjë gjë pa ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Tash veç po të më përmend dobit edhe kam e përmend një hadith të madh që besoj që plot juve ndoshta se kanë mendi për herë të parë dhe ki u ma hadith me thonë çysh. Çfarë fjale e madhe është kjo fjalë. Pastaj është ajo që e largon shqetësimin. La ilaha illallah. E ki po, a ka sot njerëz që na shumë që në shqetësum. Pasha Allahin po. Na shkruajnë thotë, "Oh, jam për shumë I shqetësum, hozbe, jam shumë I strehum." Kom stres, a don me hek shqetësimin, a don me hek stresin. Wallahi billahi e largon shqetësimin, e largon stresin, e largon trishtimin, e forcon zemrën për çka? Mu përballu me sprovat fjala la hawla wala quwwata illa billah, po ashtu përdoret si lutje dhe dhikr në çdo rast kur njeriu e ndjen veten dopt, vështirësi ose dëshiron çdo herë kur ki, e na çdo herë kem nevojë për ndihmën e Allahut, përdore fjalën la hawla wala quwwata illa billah. Çata kanë thonë ulemat, nëse diku jetë I bo pa drejtësi edhe pendim për ti fjalën la hawla wala quwwata illa billah, rruju se si ki pun të mirë. Fjala la hawla wala quwwata illa billah, dashurit e mi, e ka dhe një veçori tjetër që du me përmend, që thash ka me përmend një hadith që o hadith I madh I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu te bareke ve taala kur e ka kriju arshin e tij, thronin e tij, I ka urdhëruar me lajket hamalatul arsh, bartësit e arshit me bart arshin. Janë ardhur me lajket, bartësit e arshit kanë dashur me bart, s'kan mujt. Nuk kanë mujt me bart. Edhe I kanë thonë Allah, ja Rabbi, ti na urdhërove me e bart, ata po s'po mundën, s'po kem fuqi me e bart. Atër Allah subhanahu wa ta'ala tha, thuni la hawla wala quwwata illa billah, dhe ta bartni ata kur me lajket thanë, hamletul arsh, bartësit e arshit, thanë la hawla wala quwwata illa billah, e bartën arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim menherë ka nisë me këto. Pse e ka nisë Ibn al-Qayyim këtë libër? E ka nisë menherë pas bismillahit me la hawla wala quwwata illa billah, me të rëgu ty edhe mu se nuk kime pas mundësi. Këtë problematika që ti posedon, krejt ato smundjet që ti nëse I ke, s'mundesh me I largu pa ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për atë që thot Ibn al-Qayyim e përmend pyetjen, do të thonë ky libër subhanallahu el-azim është nis me një pyetje. Që shkon dietarët të majën kon. Ja kanë bën një pyetje, jo është bë pyetja dhe tani Ibn al-Qayyim rahmetullah alayh përmes kësaj pyetje u përgjigj, përgjigj gat. I ka shter krejt përgjigjet. I është thënë ma taqulu sadatul ulama a'immatu ad-din radiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi balyatin wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat alayhi ad-dunya wa akhiratuhu wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsi bi kulli tariq. Thot pyetjen që ja bojnë Ibn al-Qayyimit, I thojnë çka thon ulemat e ndershëm, imamt e këtij dini që Zoti është I kënaqur me ta, qoftë Zoti I kënaqur mbi gjithë ata, përballë një njeriu, ndjej, përballë një njeriu I cili është sprovu me një sprov dhe ai e din se nëse ajo sprov I vazhdon ati ka me ja shkatru dynjan e tij dhe ahiretin e tij. Ndërsa thot ky bën përpjekje me e largu atë sprov
nga vetvetja e tij duke kërkuar çdo rrugë. Por se çdo rrugë ai duke e kërkuar, ajo vetë shkon ty u shtohet ma shumë e ma shumë. Cila është rruga për me largu këtë sprov? Allahu e mëshiroft atë dhe e ndihmoft atë të sprovuar dhe atë i cili e ka përmend një ajet, e ka përmend një hadith, falemni, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allahu është në ndihmën e robit derisa ai është në ndihmën e vllahut. Eftuna me gjurin, na jep fetfa o hoj, duke inshallah duke u shpërbly për fetfan e juj. Tashur Ibn al-Qayyim rahmetullah alej, i cili Ibn al-Qayyim rahmetullah alej ka qenë ai muftia i madh i Islamit, Shamsuddini, që i kanë thonë Ebu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub, ka qenë emri i tij, kunja e tij ka qenë ofici i tij Ebu Abdullah, baba i Abdullahut. Pastaj emrin e ka pas Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ad-Dimashqi. Ka qenë prej kuj? Prej Damaskut. Damaskut do më thonë kryeqyteti të Sirisë sotshme. Është përgjithshëm ka thonë alhamdulillah, falënderimet i takojnë Allahut. Thabata fi sahih al-Bukhari. Është vërtetu thot në Sahihun e Bukhariut, prej hadithit e Abu Hurairës, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Ma anzala Allahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tha nuk e ka zbrit Allahu. Nuk e ka zbritur Allahu ndonjë smundje, vetëm me të e ka zbritur edhe ilaçin. Çfarë edhe ka emëru smundje dhe ilaçi. S'ka, tash unë e di këta, në zemanin tonë e ki po thot, ja kjo smundje thot s'ka ilaç. Po, kjo s'ka ilaç sipas dijes juaj. Po, ai doktori thot s'ka ilaç se ai nuk di që ka ilaç për to, se me dit ta kallzon ilaçin. Ama ai doktori nuk është zot, s'ka smundje, çata. Unë nuk preferoj tash me hi në zemanin tonë me hi polemika me ta me anis mushtysës, badihove e kiti, ai e ka, thot, s'ka ilaç edhe s'ka. Ta i bësaj mundet me së thot, a gjeti ilaç, o thot, ilaç që është, Allahu ka thonë, a ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për mu kry kjo punë këta. I pas deknona kësaj pune. Ti ndash thu i ka, e ndash s'ka, për mu. A ka thonë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, tash kem me kuptu, po neve duhet me i plotsu kushtet. Plotësimi i kushteve që të qënë të ilaçi. Na shpesh herë si plotësojmë kushtet edhe tani akuzojmë. Jo, plotësoj ti kushtet, vallahi ilaçi i gatshëm është. Thot Allahu nuk ka zbrit ndonjë smundje vetëm me të ka zbrit ilaç. Po ashtu thot ka ardhur në Sahihun Muslim, koleksionin e Muslimit, hadithi Jabir ibn Abdullah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li kulli da'in dawa, fa idha usiba dawa'u ad-da'i bara bi idhnillah. Për çdo smundje thot ka ilaç, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse qellohet ilaçi, qellohet, duhet me aqillu ilaçit. Qellohet ilaçi që e lufton smundjen, do të shërohet me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do të thot ismuari. Po ashtu thot ka ardhur Musnedi Imam Ahmedit, hadithi Usame ibn Sharik عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزله له شفاء علمه من علم وجهله من جهلا. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet se Allahu nuk ka zbritur smundje vetëm se me të ka zbritur edhe ilaçin e saj. E ka ditur ai që e di dhe e ka injoruar ai atë që nuk e di. Ibn al-Qayyim ishtash krejt, po donë mu argumentu se s'ka smundje që është zbrit në tokë, veç me to zbrit ilaçi. Po ilaçin çka duhet me kërku? Duhet me amar sebepet. Me e kërku ato. Ilaçin duhet me e kërku, me amar sebepet. Thot, pastaj Ibn al-Qayyim thot, wa hadha ya'ummu adwa al-qalbi wal-ruhi wal-badani wa adwiyatuha. Kjo fjalë do thot, vërtet Allahu e ka zbritur. Vërtet Allahu nuk ka zbritur asnjë smundje, vetë se ka zbritur edhe shërimin e saj,
i përfshin të gjitha llojet e sëmundjeve. Ka dalë, apo she? Çfarë thamë fillim? Ibnul Qayyim na ka kallëzu, nuk janë vetë sëmundjet e trupit. Na për fat keq zemolin ton, na i djoj vetë sëmundjet e trupit. Jo ndo sëmundje ka njerë batëronda me të ka, për shembull, po thonë zotin arrujt, me të sëmu zemra në aspektin fizik, me të pas nevoj për bypass, apo për stenda, kjo të ka sëmu fizikisht, ama dikush zemrën e ka shnosh, s'ka nevoj hiq për stenda, e s'ka nevoj hiq për bypass, apo i ka disa sëmundje në aspektin kuptimor, që pashallah një bypassa, po duhet m'ja nxirr zemrën e m'ja pastru mirë me detergjent, se e ka zemrën të smut, e ka zemrën e mbushme me inat, me smir, e ka zemrën e të mbushme, e ka të mbushme me xhelozi përballë njerëzve, e ka zemrën e mbushme me paragjykime, e ka Allahu na i përmirësoj zemrat ya Rabbel Alamin. Kjo fjala, vërtet Allahu nuk e ka zbritur asnjë sëmundje, veç se ka zbritur edhe shërimin e saj përfshin të gjitha llojet e sëmundjeve të zemrës, të shpirtit dhe të trupit, dhe po ashtu përfshin edhe ilaçet e tyre. Pastaj ka thonë qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahl da'an wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë thot pa dijen e smundjes dhe ilaçin e saj e ka bërë, do thot ku e ka bë ilaçin e saj, me i pyet dietart, me i pyet njerëz e dijes. Ilaçi jo te kush? Te njerëz e dijes. Nëse në aspektin fetar, është te dietart fetar. Nëse në aspektin e smundjeve trupore, me pyet doktorët. Ata që kanë kry shkollë, ata që kanë kry shkollë, po të bashkë me shkollën, e kanë edhe shkollën e madhe. Është shkolla e besimit në Allah subhanahu wa ta'ala. Se mundet më konë doktori shumë, doktori mirë, po më konë qaferi madhë, e që i si beson disa gjëra, si kurse rastin konkret që thamë na, nuk ka smundje që veç me to ka zbrit ilaç, a i dhe, ja s'ka ilaç, jo më stuj doktor kështu. Besimtari, doktori besimtar, mjeku besimtar, s'thot kështu. Nuk thot kështu. Tash dikush thot, po qysh tash, apo do një mu përzi edhe në punë doktorve? Jo bre, po aj që na ka kriju neve, aj e një trupin tonë ma mirë se këta doktorët. Doktorët, a kanë mbri doktorët mi studiu? A disa smundja është sot, që doktorët, qka? S'kanë mujtë me a gjithë ilaçin. Apo ka doktor që kanë vdek, që kanë thonë s'ka ilaç për atë smundje, sot na kena ilaç. A ka s'ka? A ka? Që praktikisht që po dojmë me rëzu këtë tezën krejt, me qitë pa, jo që na dojmë i po propagandë fjallës pejgamberi s.a.s. se s'ka nevoj fjallë pejgamberi s.a.s. për propagandën tonë. Po ka thonë pejgamberi s.a.s. nuk ka zbrit Allahu smundjeve se me ta zbrit ilaçi. Sa prej smundjeve i kanë njoft popujt e ma parshem, që kanë thonë s'ka ilaç për to, jo ndek njerëz, apo për një parastamol, jo ndek. Sot e pin i smuti parastamolin edhe nuk dek. A pas ka ilaç, a? Ka mre, mos thuj doktor s'ka. Thuj, unë e dej që tash nuk kom dit me gjet ilaçin. A ilaçi po tjetër o që na duhet bashkarisht me punu, me mësu, me kërku, me e gjet bi idhnillahi ta'ala. Për atë Allahu te bareke wa ta'ala na thotë në Kur'an, na tregon në Kur'an, fjala Allahut është hak. Qysh ka thot Allahu tebareke wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa. Thot Allahu tebareke wa ta'ala, thot sikur se ne ta bënim Kur'anin, dëgjë, në gjuhë të huaja, jo në arabisht, po në gjuhë të huaja. Do të thonin ata, përse nuk janë ajetet e ti të kuptushme, të qarta, të shkoqitura? A është aj Kur'anin gjuhë të huaj? E kurse aj, është fjalla përkan aj, pejgamberi s.a.s. është qka? është arab, po thua jo Muhammed, aj është për besimtarët
Kurani për besimtarët është udhëzues edhe është çka? Udhëshërues. Nuk ka thonë është ilaç. Kujdes. Është shërues. Ilaçin e merr pin. Tak. Her bën punë, her s'bën punë. Po shërues Kurani. Para të Allahu thot në një ajet tjetër, thot wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allahu akbar. Thot Allahu te baraka wa taala, ne të shpallim Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Kur'ani është shërim, mëshirë për besimtarët, për atë që ka thot Ibnul Qayyim rahmetullah alej. Thot fa huwa shifaa'un lil qulub, tash fol për Kur'anin. Oh Zot, për lidh na i zemrat për librin ton. Na i lidh zemrat për Kur'an ya Rabbi. Na i lidh zemrat për fjalën tënde. Pasha Allahum. Betonan Allah subhanahu wa taala, kret ilaçi, kret rahatia, kret qetësia në librin e Allahut. Pasha Allahun, a don me pas jetë mirë? A don me pas jetë mirë në dunja? A do me pas rahati në dunja? A do me pas qetësi? A do me pas bereqet në shtëpi? A do me pas bereqet në vlad, në gruan, familje, kret? Lexoj Kur'anin. Lexoj Kur'anin në shtëpi. Pasha Allahun, ato shtëpi që lexohet Kur'anin to, mësohet Kur'ani, meditohet Kur'ani, ato është shtëpi të bekume. Pasha Allahun po. Shtëpi të bekume, shtëpi të bereqetshme, shtëpi të rahative. Për atë shumë shtëpi sot s'kan rahati, kanë bela se ju mungon Kur'anin to. Pse se është zëvendësu Kur'ani me diçka tjetër. Na të shpi ku s'lexohet Kur'ani, ku nuk dëgjohet Kur'ani, ajo nuk është shtëpi e me lajkeve. Me lajket prezantojnë ku ka Kur'an, ku s'ka Kur'an, Ani me pas në atë shtëpi ku është dikur që e mëson Kur'anin. Me pas dikon shtëpi që kanë nxënësat Kur'anit, e mësuesat Kur'anit, atë është shtëpi të bekume, vallahi billahi tallahi. Pasha Allahun, e thëjken një babi një hoxhës, e kom di me vesh të mi, thëjke dejsa e kom pas djalin në shpe me mu, për një hoxhë të madhë, s'po të me përmenda, me nësë është gjallë, kur dekja kene e përmenda, të kofsha gjallën, thëjke vallahi, sa e kom pas djalin në shpe, a qëfar për e qetit e kom pas. Si më dullë, thot djali për shpise kom vrejt, që mu largu i bere qëti madhë, po që është pare se Kur'anin, lexan, emsan, përgadit ligjerata, lexan hadithet pejgamberi s.a.s. Unë e di, vallahi billahi dikush mundet me mendu që po qojmë ujnë mullinin tomë, që e po i lavdon hoxhalart, o dashur jam, nëse se thom hakun të vërtetën, fjalët e mia merr gjuj për zidi gjuj. Po na jetojmë një kohë kur si dihet shumë vlera njerëzve dijes. A disha do me thonë me qenë bartë si Kur'anit, me qenë spjegu si Kur'anit, me qenë thyrës i Kur'anit, thyrës i sunnetit, që kjo vlera me e madhe në dunja. Allah ka thonë, men ahsenu qawlan mimmen da'a ila Allah. A ka punë më të mirë se me thirë të Allahu subhanahu wa ta'ala? S'ka punë më të mirë se me thirë rrugën Allah subhanahu wa ta'ala. E me bo thot punë të ve, wa amile salihan wa qala inneni minal muslimin. E me bo veprat mira dhe me thonë unë jam prej muslimanve. Parat, qësh ka thot Ibnul Qayyimi? Thot Ibnul Qayyimi rahmetullah alej, el-Qur'anu hua shifa'un lil qulub. Kur'ani është shërim për zemrat. është shërim për zemrat nga smundjet e padijes, dyshimet dhe lëkundjet. So kem kanera i po, vjen tash sidomos këtë zemonin ton, e merr dikush një djalë i telefonin, tak e ndigon një dyshim. Qatë dyshim ta largon Kur'anin, nëse e lexon Kur'anin, nëse e kupton Kur'anin. S'din, shko te hoxha me nerë, mos e le me ta nxon ploni. Jo, si të vjen diçka këndi, diçka që po ta vret veshin. Me nerë, bismillah, gjen një hoxh që ka dije, ama kujdes, një hoxh që ka dije, se ka ta bën edhe mazisi si. Jo, një hoxh që ka dije, që din më qenë afer që ti i blon kaibit, a përshaj ka ardhë, që a thojlu le matë, ka zëna, që shtu, du të më lidhë, më gjallart, nuk du të mendet më gjallart me pi kafe.
E mi qua gjallarën për dorë, ka po, që ka nere, gjallarët, ojnë, mish me hungër, mish bashkë me ta, s'bën zarar. Ama si jo në gjallarët për dorë, ka e për kafe, nuk jonë. Se sot do pinë kafe shumë me ho gjallarë, ama kur vjen puna me prezentu në dërës të hoqës prezentën. Kur vjen puna me vetë për fe, s'vetë për fe. A e kom hoqën e rëndë, ti ki hoqën e rëndë kafes. Tha e kom hoqë këta, mu kanë herë, kur më thojnë, dojë thonë, po, unë e kom gjemat kafes, edhe kom gjemat dersit. Kërë ti du, edhe ata të kafes, edhe ama ja, vallaj publikish me thonë, pasha Allahun, nuk mëj me dash dikon ma shumë, sa ata i cili vjen, bashk me mu dënë me ngrit gjehlin, ignorancën për njoni tjetër. Ja, këta për ju thonë pasha Allahun, jo për se asë njonin përveç do që i kom në gjaken në fes, tjerëve si kom ama vallaj, billoj të Allahi, ju du për hirtë Allahut. Ju du edhe e kom obligim, ju thonë, ju du për hirtë Zotit. Pse? Se ne në të ndihmun njoni tjetër në qka, për me e njoftë Allahun, e kur kem me njoftë Allahun, kem me qka? Me ditë me adhuru Allahun te bareke ve taala. Tha Kurani është shërim për zemrën. Është shërim për zemrat nga smundjet e padijes, dyshimet dhe lëkundjet. Allahu i lartësuar nuk e ka zbritur kur nga qielli ndonjë ilaç e me nuk e ka zbritur nga qielli ndonjë ilaç me gjithë përfshirës, s'ka zbritur ilaç. Shërim, ilaç më gjithë përfshirës dhe më të dobishëm se qka e më të efektshëm se Kurani. S'ka. Ilaçi më i madh që ju ka zbrit njerëzimit është Kurani, dashurit e mi. I largon gjitha smundjet, i lehtëson, është i lehtë për mu përdor. Ama sikurse që çfarë thotim ne kemi ndëgjesa, thotë sikurse robi të dinte si të shërohej mirë me surën Fatiha, do të shinte ndikimin që veç me surën Fatiha thotë, ka me pa ndikimin e çuditshëm në shërimin e tij për bazë smundjeve. Çish ka thotë tash e kallzoni Ibn Qayyimin i provojt veten. Po do me lexu fjalë për fjalë. Me këthu bi Mekkete, muddeten, kom qëndru thotë në Mekë, ka shku në Mekë vizit. Njeri ku shkon vizit për vendit veç ka i huj është, në vend tonë e ki po e kini doktor Shok, e ki Jaran e gjenë, në vend huj kur shkon me bozut në rritë busmu, zdia ju ka ra do lërë në dhëtim lërgë busmu, shumë bele është, zdi ku me shku, zdi ku mu drejtu, mpejt dhem kryt e din ku shë për kry, dhem koma e din për kom. Në Mekë është shumë problem, në vend huj, kënë Mekë, e para mdo po flasim para 700 viteve, ku ka qenë mjekësia. Tha me këthu bi Mekkete muddeten, ta'terini edwa, wala ejidu tabiben, wala dawa, fa kuntu u'aligju nefsi bil Fatiha. Tha qëndrova në Mekë një kohë gjatë, nisa thot mu ballafaqu me një smundje, më goditi një smundje, nuk gjejsha doktor thot, edhe zgjejsha ilaç. Atëre nisa me e bo ilaç vetin me surën Fatiha. Fa ara leha ta'thiran ajiban, thot edhe shisha gjunë të çuditshme me leximin e surës Fatiha. Edhe thot këta ja kanë shpërndarë shumë njerëzve dhe shumë njerëz janë shëruar me surën Fatiha. Po na di që e kanë një problem, na paksit na dhem kryt me një herë paracetamol. Unë sërish pi pa paracetamol, po ti e ki paracetamolin në trumër e i dashurja, në zemër e ki mëre. Ama du të me lexu mirë, du të me ditë me lexu surën Fatiha. O shumë më rëndësi leximi i surës Fatiha. Që shka thot Ibn Qayyimin, dëgjoj këto fjalë që i kom për mbledh ti, thot Ibn Qayyimi, thot ajetet, dhikret, ajetet. Njerë po thot surja Fatiha pe kalzo provojnë e vetë, po nuk është vetë surja Fatiha, këtë Kurani është shërim. Po thot ajetet, dhikret dhe lutjet e Kuranit janë vetë shëruese. Vetë shëruese. Por thot, ndikojnë ta. Por ndikimi i tyre varet nga dy gjëra. Përshë, ndikimi i Kuranit, i lutjeve, pejgamberi s.a.s. thot, ka plot në dhikër të mëngjesit dhe të mramjes, kush e thot këta e merr kët. Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi fi shay'in fil ard wala fi as-sama wa huwa as-sami'ul alim.
Kush e thot 3 herën me mëngjes dhe mbrëmje, çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nuk e godet asgjë. Ama jo veç e shoh në kanë dojë dhikri dhe po 2 minuta u kry dhikri. Mashallah të kohë daudal. Allah e ka pas Sheikh Shenkiti hafidhahullah një ders për dhikrin e udhan, me bo me mediteo, dhe sup. Çka jo sup. Ani do kur pejmarin të spit. Edhe të mëdha, ton të kërsit me to. Shumë të thonë që o bidat, se nuk pe thonë për ju se vetini, po më digojnë do këtu se i kena do kanë herë si hienat në rinë unë, me nëzisprejtë, i përvetit të spit, so bidat. Që pe thonë, nuk është bidat, përdorimi të spit, është bidat. Publikisht pe thonë, ku i hin mendja, me ma këthuj mendja, në hajde Taal, hajde këtu, edhe i qesim tavolin, ma që ndalë një njerëzve, ama sünnet është me bo me gishta, po, sünnet me gishta, pega besa se s'ka bo, a ka po sahabe që ka bo, ka muhabet i gotë, so kjo muhabet, i vjen rëndë edhe këti, edhe këte e trajtojmë. Ama dhe të spit kërë i përdora, ka do aleve do, o të i palu pluba, ta shka, tani, sup, o ka dole, sup, po thuj subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A ishin shty, tha 2 veta, tha, unë e tham stakfirullah wa etubu ilej, ma shpejt se 1 minutë. Peknat që krejt. Para të rësit dashurit e mi, meditimi gjatë dhikrit, që ta shka e thot Ibn al-Qayyim, thot 2 gjëra varën krit. Që da të kanë ato, e para thot, forca e besimit, imanit dashurit e mi, dhe vendushmeria e ti që e shqipton Kur'anin, dhikrin. Nuk ka njëjtë si me bo, si me të lexu Kur'an, një njeri që është shumë i devotshëm, shumë i përkushtum, ka yakin të madh në Allah subhanahu wa taala, e lexon Kur'anin mirë. Se nuk kanë bërë do rukjegji, Allahu na i rujt ata të mirë, që mos kujtoj që kena diçka me ta. Të mirë, që ja bojnë hizmeti që thot Allahu e dërguami i tij, Allahu na i rujt. E i ndihmoft, se po na e kryen një argat të madh. Ama na u kanë bërë dhe do dalin që e kanë bërë biznes, e kanë bërë këtë punë. Dënë me i bërë rukje dikuj, Kur'an s'dil me lexu. Pasha Allahun, kjo e musibet. Ma kanë dërgun para do ditve, një vit do të i bërë rukje. Një person që e njësha, po ati mi dhonë, o tutjo Allahut, khaf Allah, ja Abdullah, tutjo Allahut, kosh nevoj për pare, pasha Allahun, edhe pse më bënd të lashe, bashkësia islame se gjadën të ashes. Në fund shka i thonë, na im tërnove, se edhe babali Allah, pasha Allah, se miskin bre që këpre. Sumë se gjadën, i kena në të tjelë të mirë që tu, pak për rogës teme, pak të me, ti bojmë do pare, bur, ta bojmë një rogë. Ama më për Allah, mos ju shko gjahilave me Kur'an, me i thonë që unë të këndaj Kur'an, s'dil me lexu Kur'an. Kush nuk din me lexu Kur'anin mirë me tajvid, s'ban me i bë rukja askuj. A veç këkuj, jo, duhet edhe me dit Kur'anin mirë, me kuptu Kur'anin mirë, me i dit rregullat, e ashtu tani ka dobi. Që ja bëllë Ibn al-Qayyim, bëllët, forca e besimit, vendoshmëria e tij që e shqipton ata. Pastaj kushti i dytë, thot pranimi i zemrës që ati trajtohet. Adhaj që i bohet me besu, ama jo veç hajt, o shku 800 doktari, pashka edhe të hoqët me provaj. S'ban fajda ashtu. Nuk ban fajda ashtu. Nëse shërimi, thot, nuk ndodh, shkaku qka është dobësia e besimit, mungesa e pranimit, ose një pënges e brendshma ashtu siç ndodh, thot, qa ndodh, thot, me ilaqet, kër i marim na trupi si pranon, e ki po, ta shkruan doktori, thot, valla ki kalljen fit, duhet me marr amoksicilin, s'ban amoksicilini, s'pa ban efekti, qka duhet Novagetol, injekcije. S'ta shubuna doktor, pi thot, bëma në halal kush, ose unë peja fus kështu pa ushall ka herë, e di që amoksicilini e jo për ftohjet madhe, edhe po mduket Novagetoli, nëse s'ka bëj. Ama jon ato, penicillin, Novagetol, këto, me njerë i kitë me i përdor. A i pa trupi se pranë, thot, qëtë ilaç trupi së ka pranon. Edhe Kur'ani kur i fryhet dikuj, apo kur i bën njeri vetës rukje. A ki provoj me i bë rukje vetës dhe ere? Provoj e pasha Allah, në. A mundohu që që po të hef një porosi hoxha, dhem kryt ose dhem dikan trup, sunnet është me qitë dorën që aty ku dhem. Edhe me këndu surën Fatiha, dhe do qka dush për Kur'an, ama surën Fatiha pa tjetër me këndu. Disa bilem thojnë, wallahu ta'ala alem, se kom përthirë to me precizitet,
Ka kelam e ditë dietarët për 7 herë me lexu. Disa thonë bën 7 herë me lexu Fatihan. Disa thonë jo, me përcaktimi me numra nuk e di wallahu taala, po e di sigurt që surën Fatiha duhet me lexu se këto ka transmetim prej sahabeve që e kanë bo, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vërtetu këtë veprim tëne. Dhem dika, që te këtë e Fatihan edhe nisja Elhamdulillahi Rabbil Alamin, të e ndjen trupin tënë që po thush falenderimet, hamdi i takon Zotit botrave. Para me mendu, veç me Elhamdulillahi Rabbil Alamin, mi a jep hakun, vallaj të jep efektin. Se që kjo smundje si të ka zbrit ty, që kjo kokë që po të dhemo me të lashen që e ki, kush i ka jep urdhër ty me të zbrit që e smundje? Allahu, apo? Qaj Allahu, vallahi, pa jep leje mu largu së largohet. Pit para që ta molla sa dush. Para që ta molli, me besu dikur se para që ta molli, ta largon dhimbjen e kokës, vetë vetiu, bosh qafir. Fetarisht. Para që ta molli dhe sebeb, shkak. Shërus është kush? Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Ibn al-Qayyim i dashurit e mi na hap një temë, edhe kjo është tema për të cilën do më thonë e vazhdojmë edhe e përmbyllim me këta. Thot ad-du'a'u min anfa'il adwiya. Lutja është nga ilaqet më të dobishme. S'ka ilaq më të dobishëm se lutja. Çish ka thot? Wa ad-du'a min anfa'il adwiya wa huwa aduwwul bala. يدافعه ويعالجه يمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. Lutja është një nga ilaqet më të dobishme. Ajo është armik i fatkeqësive, i smundjeve, sprovave, i lufton, i shëron, i pengon të zbresin dhe kur zbresin i ngrit ato dhe i lehtëson. Atë sot çtash bedash çto Pasha Allahun, jo që unë e qaq kom dhije, jo se për të eto, po qaq kena lezu sa ulemat kanë folë për që ta, shumë derë se du të mimbajt për shto fjallë. Aty sa ka mësim të madhë në që to fjallë që i ka thonë. Një, lutja është për ilaqeve me të dobishme. Dë, armik i smundjeve i fatkeqësive. 3, i lufton ato, i shëran, i pengon, lutja pe pengoj ka subhanallah, e pengon vallahi billahi, e pengon smundjen. Vallahi e pengon belans. Po në fund, kam ja u lexuar një mesele që kisha pas dëshirë kom lënë për në fund me mbajt men mirë edhe më mundu unë edhe ti me shtim praktik pisontit inshallah taala ato. Sa shumë e madhe. Nëse e haroj dhe kirni, ma kujto. Se e kom shkruar që e kom bo, që gati e kom bo. Se ka që përmendi për ka imi librin e ti, po e kom nxjerr prej informatave për rreth që kena lexuar ato, e ndava thash në fund që to du m'ja u jep si hedije dashurit mi që vinë me mu bashkarisht, mundohen bashkarisht me ngrit ignorancën tonë. Thot Ibn al-Qayyim rahmetullah alej. Edhe nërë thot, lutja është një nga ilaqet më të dobishme, ajo është armik i fatkeqësive, i lufton, i shëron, i pengon të zbresin dhe kur të zbresin i ngrit ato, ose kur zbret fatkeqësia e lehtëson. Pastaj thot, wa huwa silahul mu'min, duaja është arma e besimtarit, kama rawa al-Hakim fi sahihihi, sikur se transmeton Imam al-Hakim fi në sahihun e tij, hadithin e Ali ibn Abi Talib, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min, duaja është arma e besimtarit, wa imadud-din, dhe është shtylla e fesë, wa nuru s-samawati wal ard, dhe është nuri i qiejve dhe i tokës. Ky hadith ka diskutim të ulemat në vërtetësinë e këtij hadithi. Disa thonë që i vërtet, disa thonë është i dob, po wallahu ta'ala alam, përderisa Ibn al-Qayyim rahmetullah alayh ka përmend, na e përmendim dhe e lexojmë. Tash përmend çu dëgjet tash thotë. Walahu ma'al bala'i 3 maqamatin. Duaja përballë sprovave, e smundja pi sprovave. Pe çujm smundjen çka? Sprovë. Thot përballë sprovave ka 3 nivele. Dëgjoja. Thot kur tregohet më e fortë se fatkeqësia dhe e largon atë. Kur duaja është më e fortë se fatkeqësia, e largon më herë ato. Makami i dytë, niveli i dytë, kur tregohet më e dobët se fatkeqësia, duaja është më e dobët se fatkeqësia, sprova është më e madhe,
apo më e fortë me thonë këtë gjuhën tonë që e përdorim, por arrit ta dobësoj këtë fundit, sprovën e dobëson, nuk e largon, po e dobëson. Edhe e tretë thotë kur duaja i bën ball fatkeqësisë, edhe fatkeqësia i bën ball duas, luftojnë këto dyjat, njëna me tjetrën. Pastaj e argumenton këtë Ibn Qayyim, thotë çësha ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë transmeton Hakimi në Sahihun e tij, prej hadithit Aishës, qala li Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, tha me ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, më ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la yughni hadarun min qadar. Ka thonë paralajmërimi nuk i bën dobi për caktimit kaderit të Allahut, por duaja bën dobi, thot, për atë që ka ndodhur apo për atë që nuk ka ndodhur. Për atë që ka ndodhur apo nuk ka ndodhur, në të vërtet kur fatkeqësia zbret, atë e pengon, thot, duaja. E kështu lutjoni, kështu luftojnë, thot, falemni, kështu luftojnë duaja me fatkeqësin, njëra me tjetrën deri në ditën e Kiametit. Pastaj ka përmend një hadith tjetër, hadithin e Ibn Omerit, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa alaykum ibadallahi bid-du'a. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, duaja bën dobi aty ku zbret e ku nuk zbret. Fa alaykum ibadallahi bid-du'a, bani dua o robërit e Allahut, bani dua o robërit e Allahut. Do thot ka puni për dua. Edhe hadithin e fundit që e përmend këtë kapitull, thot la yaruddu al-qadara illa ad-du'a. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk e kthen kaderin vetëm se kush? Duaja. Wala yazidu fil umri illa al-birr, e nuk e shton jetën vetëm se çka? Mirësjellja. Wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibuhu, edhe njeriu thot privohet prej rizkut si shkak i gjunahit që e ka bo. E po ka njerë disa opinive, Allah, s'po ka pun, s'po ka kështu, s'po ka ashtu. Këqyro Abdullah, bënja një refresh vetës, nëse e t'ja marë punës tonë dhe këtë sebepet. Këtë sebepet, se ka njerë ndështë nësë janë t'ja marë sebepet. Na mungon diçka për sebepet, ama nëse ja ki marë këtë sebepet, edhe pas saj rizki nuk po të vjen, këqyr kontrolloje vetën për bol gjunaheve. Në ka njëherë gjunahe i logaritin veç doj, këna në fërë të gjunahe që i do, jo ndo që ka herë kujtoj që jo se vape, si jo në to se vape. Ka njëherë vallahi billahi për rizk tondin, ka njëherë ndoshta një mendimi keq, edhe që shak i thonë kërkujnë vete e mbon për vllaun tënë, të pengon gjuna është. Që thotë Sufjan e Thauri? Jo më hinë gjami, e kon pa një njeri të u falë, kërkuj si ka thonë? Vetë ka thonë, së ka falet për Allah, ka thonë. Vetës. Ka thonë, së ka falet për Allah, dhe 6 mujtis ku mujtë me falë në mashnatës. Ja Allah, po me i thonë dikuj tjetër? Sa herë na folim, e ndëgjojmë një tjetërin, të e shaj tjetërin. Ndoshta qaja fjolja jote, po ta pengon në rizkin atje, ta ndale rizkun. Edhe për fund dashurit e mi se përfundum, që të e keni hedije për me, që kanë thonë ulemat. Se qka këtë tema